i garantoj se në udhëtimin e saj, Partia Demokratike beson dhe është e vendosur që ata të marrin rolin që meritojnë, rolin që shqiptarët presin nga trit dhe trejat e shkollur, bijt dhe bijat e tyre të mirë shkolluara, që do vinë, do punojnë për të ndihmuar në projektin më të mirë që shqiptarët kanë patur ndonjëherë para tyre, projektin e Shqipërisë madhështore. Të dashur miq, puna e këtij departamenti është një punë në themel, është një punë në themelet e asaj Shqipërie që ne duam të ndërtojmë. Dhe cili do që dëshon të kuptoj programin e Partisë Demokratike për Shqipërinë madhështore, i sugjeroj të lexoj dy veprat themelore të këtij departamenti, punët e mira të Partisë Demokratike dhe librin e zi të regjimit të sotëm. Duke lexuar këto dy vepra, programi për Shqipërinë madhështore, që kjo madhështore të duket distancë, të duket e egzageruar, të duket ndonjëherë dhe më shumë se egzageruar, të bëhet real, të bëhet plotësisht i kapshëm, të bëhet frymëzues për çdo demokrat për çdo qytetar dhe qytetar. Sot ne jemi këtu për librin e tyre Punë të zeza. Kanë zgjedhur një titull shumë të merituar. Kanë zgjedhur ndofta të vetmin titull që meritonte ky subjekt, kjo tematik, kjo çështje. Diktaturat meritojnë vetëm librat zi. Librat e diktaturës janë libra të zi. Dhe ne këtu, në Shqipëri, kemi rënë në një fatkeqësi dyfisht. Së pari në një diktaturë, së dyti në një diktaturë cilën Europa kur nuk e ka patur. Kontinenti ynë ka njohur të gjitha format e diktaturave. Ka njohur diktaturat teokratike në mesjetën e tij dhe më vonë. Ka njohur diktaturat naziste, diktaturat komuniste, ka njohur dhe junta ushtarake. Por nuk ka njohur diktaturat e bandave, e drogës, e krimit. Kur 20 vite më parë lexoja Samuel Huntington një libër të tij për diktaturat, gjeja aty se ai shkruante se forma më e keqe, më e zezë e diktaturës, më e zezë se sa diktatura naziste, se diktatura teokratike, komuniste apo juntat, është diktatura e bandave, diktatura e drogës. Dhe ai jepte argumentet e veta. Nuk mendoja kur se një ditë do vinte që ne të përballeshim në Shqipëri me një diktaturë të tillë. Dhe vështirësia jonë është e madhe, sepse ky lloj regjimi nuk është njohur në Europë.
Në Europë të flasësh për diktaturë komuniste, diktaturë naziste, po edhe teokratike. Ka një memorje të saj Europa. Po Europa nuk ka asgjë të regjistruar për diktaturat e bandave, e drogës.